Andaj Allahu Azza wa Jall në faqen e parë të Kur'anit, secili kur e çel Kur'anin dhe në ajetet kuranore që lexojmë në çdo namaz na përkujton dhe na thot Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Thot Allahu Azza wa Jall dhe na mëson, o Zot, vetëm ty të adhurojmë. Dhe vetëm ty të adhurojmë. Dhe çdo adhurim që e bëjmë, vetëm për ty e bëjmë. Dhe fjala adhurim nuk është vetëm namaz. Vetëm namaz. Adhurim është edhe zemra që i nënshtrohet Allahu te bareke ve taala. Adhurim është edhe namaz, adhurim është edhe haxhi, adhurim është edhe qëllimi i mirë, është adhurim. Adhurim është edhe buzëqeshja në syrin e vllaut tënd, në fytyrën e vllaut tënd. Adhurim është edhe t'ia duash të mirën vllaut tënd atë që ja don vetvetes. Por e gjithë kjo të jetë vetëm për Allahut Azza wa Jall. Të mos jetë kamuflazh, mos jetë kamuflim, të mos jetë aktrim, të mos jetë shtirje, por të jetë një vepër e cila është vetëm e vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall.